Në fjalën e tij përpara asamblesë kombëtare, Rama u ndal fillimisht te çmimi i naftës, duke shpjeguar se për çdo ditë që litri i naftës të i kalon tavanin prej 220 lekësh, qeveria do ta ulë një herë aksizën me 20%. Për çdo ditë kur çmimi do të kërcej mbi tavanin e 220 lekëve, do të ketë menjëherë një ulje me 20% të akcizës së naftës. Deri tani nuk shikojmë. Ai njoftoi gjithashtu vendosjen e bordit të transparencës dhe krijimin e një enti shtetëror që do të monitorojë tregun dhe do të sigurojë furnizimin për të parandaluar spekulimet. Një veprimtari që do të shkojë nga garantimi i rezervës shtetërore tek monitorimi i vazhdueshëm i tregut dhe patjetër edhe tek sigurimi i furnizimit për të mos lejuar asnjë spekulim me çmimet. Ndërkohë që në fushën e drejtësisë, Rama vuri në dukje se pavarësia është arritur, por profesionistët dhe panshmëria ende lën për të dëshiruar. Drejtësia sot është e pavarur dhe kjo është pak. Patjetër që është pak, se një drejtësi e pavarur nuk është e mjaftueshme për të garantuar një demokraci funksionale dhe një shtet të së drejtës, pasi drejtësia duhet të jetë e pavarur, duhet të jetë e paanshme, duhet të jetë dhe profesionale, dhe në këto të tjerat ka shumë për të bërë akoma, aq më tepër që drejtësia jon është pavarësuar në një shtrat të përgjakur dhe të ndyrë. Ai shqetësoi opozitën dhe mbrojti vijimin e negociatave me Bashkimin Evropian, duke theksuar se asnjë kritik apo mërgatshqyqesh nuk mund të ndalë procesin e integrimit. Duan apo s'duan ata që s'duan dhe kur mos daqin, ne negociatat me Bashkimin Evropian do t'i mbyllim brenda mandatit ton. Dhe nuk ka mërgatshqyqesh në Berlin që na ndal ne në këtë proces. Nuk ka mërgatshqyqesh në Bruksel që e ndal Shqipërinë në këtë proces. Kryeministri theksoi rëndësinë e referendumeve, duke premtuar thirrjen e qytetarëve për të miratuar ligjin që zvogëloi numrin e deputetëve, një proces që sipas tij është i domosdoshëm për demokratizimin e vendit. Nuk besoj se ka shqiptar që do thoshte na duhen më shumë deputet, po besoj që s'ka shqiptar që do thoshte na duhen më pak, dhe ne do ta zbresim numrin e deputetëve. Dhe besoj që për këtë ne jemi vonë, por prap kemi të gjithë kohën e nevojshme që t'i thrasim shqiptarët në referendum. Dhe prandaj ne duhet të çojmë përpara ligjin e munguar për referendumet. Në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet vendore të 2027-s, Rama paralajmëroi se kryebashkiakët aktual nuk do të rikandidojnë pa përmbushur kriteret e vendosura për kontratat dhe bashkëpunimin ndërmjet ndërmarrjeve. Kështu që ky është një kusht që të gjithë ta mbajnë parasysh si një incentiv për të bërë këto gjëra nëse duan të rikandidojnë përsëri. Dhe në ndërkohë, si pjesë e rikonstruktimit të qeverisë, prefektët do të marrin më shumë kompetenca duke rritur rolin e tyre në administrimin lokal dhe zbatimin e politikave të qeverisë në terren.